Përshëndetje, unë jam Jusuf Demirgjiu, specialist në qendrën e ABA, aktivimin e perimeve të fushës. Qendra ABA është një portal digital e cila ka marrë si mision ndihmën ndaj fermerit shqiptar me këshillimin lidhje me teknologjinë e kultivimit të kulturave të ndryshme bujqësore. Ka në përbërjen e saj disa specialistë të fushave të kultivimit të perimeve, të serave, të hortikulturës, të vreshtave, të vishtave, agrumeve e tjerë. Edhe natyrisht edhe të fushës së tregtorisë apo të vetarritjes. Regjistrohuni te qendra ABA si fermer për arsye se është shumë e thjeshtë me një telefon inteligjent, regjistrohesh duke u bërë domethënë antar i kësaj qendre dhe ke lehtësinë maksimale në përdorimin e saj për të gjetur aty informacionet mjaft të bollshme lidhur me teknologji kultivimi, në çmimet e tregut, në teknologjitë e reja që her pas here ndryshojnë në të dhënat lidhur me përdorimin e preparateve të ndryshme kimike të kohës e tjerë. Sot jemi këtu në njësinë administrative Maminas për trajtimin e kultivimit të lakrës së kuqe. Lakra në përgjithësi, sepse ka disa të kësaj familje, po sot vendosëm që të trajtojmë veçanërisht lakrën e kuqe, dhe jo kot dhe jo rastësisht, për arsye sepse ka në zinxhirin e ushqimor të njerëzit në tryezën e përditshme është sot ndër më të kërkuar. Unë e patur kushtet shkëlqyera Shqipëria për kultivimin e lakrës, sidomos zona e ulësirës perëndimore, por edhe zonat të tjera të Shqipërisë, unë i bëj thirrje fermerët shqiptarë që ta marrin në konsiderat, të mbjellin lakrën, dhe sidomos lakra e kuqe për arsye sepse sot tregu e kërkon gjithmonë më shumë për të patur në konsiderat faktin që fermeri ja vjen, domethënë, punën që kryen duke asiguruar të ardhurat të kënaqshme. Lakra e kuqe në krahasim me lakrën e zakonshme pra kokë, lakra jeshile, ka disa veti ushqyese më të mira nga lakrat e tjera. Pigmenti i saj, që ka marrë dhe emrin ngjyrë kuqe, në fakt është një ngjyrë violet, po ta shikosh realisht. Po kjo ngjyrë jep dhe i shton pikërisht vlerat ushqimore të saj. Është pra me përbërje shumë të larta të antioksidantëve. Duke patur sa më intensive të jetë ngjyra e pigmenti i saj, antioksidantët janë edhe më të shumë dhe janë përgjegjëse për luftimin e radikaleve të lira. Radikalet e lira, për fat, janë përgjegjëse për shtimin e qelizave kanceroze. Dhe pikërisht përbërja e antioksidantëve që ka lakra e kuqe bën më së miri parandalimin dhe luftimin e këtyre qelizave të kanceroze. Ka në përbërjen e saj vitaminën A në krahasim me lakrat e tjera në përqindje dhe rreth 10% më shumë. Vitamina A në këtë rast ka rëndësi shumë në qartësinë e pamjes, mbron retinën e syrit më së miri. Çfarë tjetër rëndësie ka si vlera kurative dhe shëndetësore lakra e kuqe? Ka vitaminë C në krahasim me portokallet rreth 10 herë më shumë. Në këto kushte vitamina C rrit imunitetin e organizmit të tjerë. Prandaj është shumë e rekomanduar që të përdoret edhe në lidhje me fuqinë e imunitetit. Ka veti shumë të mira laksative. Në përbërjen e saj ka kripra minerale shumë të rëndësishme për organizmin e njeriu, siç janë kriprat e magnezit, manganit, zingut, të hekurit e tjerë dhe që i arrisin akoma më shumë vlerë. Për këtë arsye menduam ta trajtojmë pak veçmas nga lakrat në përgjithësi. Natyrisht që dhe lakrat e tjera kanë vlerë të tyre, por kjo është për çfarë tham pak më përpara, e rëndësishme për të marrë në konsiderat nga fermerët për ta shtuar sipërfaqen e kësaj kulture dhe tregu domthon është i garantuar.
Ne jemi sot këtu në prag dhe të vjeljes, në kushtet aktuale kur rreshjet e shiut kanë qenë shumë të tepërta. Kryesorja në këtë rast është faktikisht eliminimi i lagështirës së tepërt, megjithëse futet tek kulturat lagështidarse. Domethënë, ndër kërkesat kryesore ka lagështirën ajrore, mbi 80%. Në mënyrë që të ketë vegetacion shumë më të mirë dhe të formojë dhe kopat e kërkuara sipas varietetit. Në këto kushte, pra duhet bërë pullimi, marrja e masave për hapjen e vijeve kuqëse, të ishte një nga shërbimet më të rëndësishme në lidhje me zhvillimin normal vegetativ të kësaj kulture. Gjatë vegetacionit, ndër shërbimet kryesore janë prashitjet, heqja e parave të këqija dhe ujitjet sipas nevojës. Pra, siç flasim tani për nevojën e kullimit, natyrisht her pas here lind nevoja dhe për ujitjen e saj gjatë vegetacionit. Kultura e lagës kërkon që të ujisim mos të krijojmë pellgje uji. Pasja e ujit të tepërt shkakton asfiksimin e sistemit rrënjor. Vlerimi plotësues, duke shoqëruar bashkë me prashitjen, është një nga shërbimet shumë të rëndësishme të kryejnë kulturës lagës. Në këtë rast, tërheq vëmendjen që nuk duhet tepruar me vlerimi me plej azotik, për arsye se teprica shkakton çarjen e kokave. Ndërkohë që gjithmonë themi dhe tërheqim vëmendjen, është mirë që vlerimi të bëhet mbi bazën e analizave të kryera në mënyrë që për nevojat që kërkon, mbi bazën e përqindjes së përbërjes së lëndave organike dhe elementeve ushqyes në tokë, marrim masa për të bërë planimin e balancuar në mënyrë që bimët kenë shëndetin e plotë dhe sipas nevojës. Në bimët para përgatitore, lagra kërkon me shumicë pleun organik dhe rekomandohet që të përdoret rreth 50-60 kuintal për të hynur. Natyrisht bashkë me pleun organik do të përdoret edhe plerat fosfatike dhe potasike pra në punimet para përgatitore. Thamë që në fillim që tani po jemi pothuajse në fillimin e vjeljes së kësaj kulture. Çfarë duhet kemi parasysh në vjelje? Nuk do duhet që të tejkalohet afati i formimit të kokës, për arsye se pastaj bie pamja tregtare dhe humbet cilësia, natyrisht humbet dhe sasia dhe humbet vlera financiare. Në momentin e vjeljes duhet kemi parasysh pastrimin nga mbetjet dhe pastaj magazinimi ose dërgimin me njëherë në treg ose dhe magazinimin në rujtje. Ruhet mosmiri me temperatura 0 gradë Celsius dhe me lagështirë 80-90%. Vlen pa përmendur parandalimin e sëmundjeve dhe të dëmtuesve të saj. Faktikisht, kur themi parandalim, kjo ka të bëjë shumë me zbatimin e praktikave të mira bujqësore, me qarkullimin bujqësor, nuk do duhet që të mbillet për 3-4 vite pas vetes saj dhe pas kulturave të tjera të familjes së lagrave. Dhe ndërkohë duhet të theksojmë faktin që disa nga sëmundjet kryesore që e dëmtojnë gjatë vegetacionit lagrën janë hernia e lagrës, është rrugu, është fuzarioza dhe faktikisht fermeri shqiptar duke patur zbatimin e praktikave të mirë bujqësore, qarkullimin bujqësor, vjelljen në rreshtat 70 cm dhe 30-40 duke krijuar pra një shpërndarje sa më të mirë dhe ndriçim. Kjo kulturë e kërkon në ndriçimin diellor, e cila është edhe përgjegjëse për të luftuar dhe sëmundjet kërpudhore. Në raste kur lind nevoja e përdorimit të preparateve, rekomandohet këtë rast preparatet me bazë bakri, të cilat janë luftuese shumë të mira të kërpudhave në këtë rast. Nga dëmtuesit kryesorë të lagrës mund të përmendim afidet edhe flutura e natës. Po ta vëmë re këtu faktikisht ka disa dëmtime të gjetheve, po fermeri është i prirur që të eliminojë sa më shumë domethënë mbetjet kimike dhe prandaj ka pranuar më shumë një dëmtim minimal dhe nuk ka përdorur në këtë rast, sepse thash që jemi edhe në prag të vjeljes, por me preparatet sistemik luftohet
shumë mirë, domethënë, edhe flutura e nathës, edhe afidet, ndërsa në lidhur me insekticid biologjik, Bacillus thuringiensis është me efekte shumë pozitive në lidhje me trajtimin e këtyre dëmtuesve, në lidhje me kulturën e lagës. Edhe një herë, duke qenë që është kulturë që duron edhe temperaturat e ulta, i bëj thirrje fermerit shqiptar që ta mbjelli, sepse kjo lejon që të mbjellë në lartësi mbi 1000 metra mbi nivelin e detit. Përveç ulësirës perëndimore që është shumë e përshtatshme, pra rritet pothuajse në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Unë ju bëj thirrje që ta keni në konsiderat të shtohen sipërfaqet mbjellet, sepse ja vlen për të ardhurat financiare që të krijon faleminderit shumë mendjen dhe urime fermerit në vijimësi.